أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندريم ذي العظيمة يتاكوين بتم الله عز وجل صلوات والسلام على محمد عليه الصلاة والسلام Paqja dhe mëshira e Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqert besnik, dhe mbi të gjitha ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Jemi në Taravin e radhës dhe ligjëratën e radhës para namazit të Taravis, ku jemi duke trajtuar temat nga më të ndryshmet dhe zakonisht trajtimi i temave do thotë ka kohje ramazanore, për shkak se jemi në muajin e begat të Ramazanit. Shtëpia muslimanit, të cilën e ka ndërtuar njeriu, është një vatan i përkohshëm, që ndoshta dikush për më ndërtuar shtëpi është dashur me qëndru larg familjes 40 vjet në gurbet, e tjetri është dashur me punu me dekada të tëra, vetëm me e ndërtu atë shtëpi. Na shumë kujdesemi që shtëpinë të ndërtojmë sa më komode, shtëpinë të ndërtojmë ashtu siç është më së miri, më mirë se filani dhe alani, mirë po pak kush për neve interesohet që shtëpin me e ndërtu në bazat të takvas, bazat të devotshmërisë. Andaj, aq ma e devotshme shtëpia dhe antarët e saj, aq ma shumë ka me pas bereqet ajo shtëpi. Shtëpia është e bereqeshme, është ajo shtëpi ku në atë shtëpi hahet Ramazani iftari, hahet syfyri, falet namazi, madhrohet Allahu Azza wa Jall dhe përmendet Zoti Xhellahu Ala. Andaj prindi është përgjegjës për antarët e shtëpisë së vet. Prindi është përgjegjës se atij Allahu ja ka caktuar udhëhecjen dhe timonin. Ai ka përgjegjësi për evlatët e vet, për bashkëshortën e vet, që ata ti edukoj në frymën e pastër islame. Nga se fundja ndërtimi që na e bojmë, do thot aspekti i materialit, është një çështje që ka rol edhe nuk ka rol shumë të rëndësishëm. Ani pse ka thënë pejgamberi alayhis salam, 4 gjëra janë pjesë e lumturisë së njeriu në këtë dunjë. Prej tyre tha pejgamberi selam, shtëpia e rahatshme. Andaj edhe shtëpia e rahatshme komode ta mundson tyje që me qenë komode dhe i rahatshëm, që ti mos me pas të ngarkuar në kokën tonë se ku me vendos, do thot familja jote, kokën në cilën jastak, ku me flet dhe ku me pushu. Por tham, ai defekti është se shumë kujdesemi në aspektin e dunjas, në aspektin material, po pak kush prej neve kujdeset në aspektin imanor, në aspektin e besimit. Ajo shtëpi që ka rahatllëk, ka bereqet, ka mirë kuptim. Ajo shtëpi edhe nëse nuk është komode në aspektin e infrastrukturës, ajo shtëpi është komode në aspektin e besimit, në aspektin e qetësisë dhe rahatlëkut. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, Allahi kur ja do të mirën një namazllëkit, një familjes, një shtëpis e fut urtësinë edhe e fut butësinë në shtëpi. Andaj në shtëpi ku ka butësi, ka mirë kuptim, ka respekt. Në shtëpi ku respektohet më i madhi, prindi, normalisht ka me qenë shtëpi e hajit edhe shtëpi e bereqetit. Andaj besimtari e ka obligim që me marrë këtë punë seriozisht, mu interesu për antarët e familjes, se si po e kalojnë punën e Ramazanit, apo e kryjnë këtë amanet, apo e kryjnë, do thotë këtë përgjegjësi, nga se burri është përgjegjësi për barinë dhe kopën e vet. Dhe ka me dhonë llogari për Allahu Azza wa Jall për antarët e familjes. Andaj është përgjegjës për internetin si shfrytëzohet, është përgjegjës për televizorin se si shfrytëzohet, se kullaj është me ble, do thotë mjete, ka shenë lehtësu punët, por është problem dhe është përgjegjësi me i mirëmbajt ato mjete, edhe mos me i kesh përdor ato mjete, me i dhu Allahun Azza wa Jall. Allahu subhanahu wa taala gjën e parë që ja ka kërku burrit udhëheqjet familjes është gjëja e namazit.
Dhe kjo është para agjerimit. Për të arsye Allah tha wa'mur ahlaka bis-salati. Thotë urdhroje familjen tënde për namaz. Nga se la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Na nuk kemi duke kërkuar prej teje furnizim, nga se furnizimi është nga ne, tha Allahu azza wa jall. Allahu subhanahu wa taala kur i ka lavdru njerëz të mirë, zakonisht i ka lavdru në kuadër se si ata kanë qenë në raport me familjen e vet. Për shembull pejgamberi Allahut Ismaili alayhis salam ka qenë prej pejgamberëve që Allah e ka lavdru në Kur'an. Pse e ka lavdru në Kur'an Allahu Ismaili alayhis salam? Për dy arsye. E para është se ju nënshtru ligjit Zotit. I tha baba vet Ibrahimi, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma tara. O bini babës, une po të shoh në ëndër duke të thirrë ty, çka mendon ti? Ai tha, ja abati fa'al ma tu'mar, satajiduni inshallah min as-sabirin. O bab, ti vepro çka të urdhëroi Zoti, e mua më kemi gjetë durimtar sa vëllai. Andaj me pru punën që një urdhër, s'po flas haram, halal, një obligim që e urdhron prindja e vladin e vet, ai me njëherë e zbaton, edhe e dyta, edhe nëse vladi dëmtohet, thot o bab, çoj amanetin vend se mu me lejnë e Zotit kime më gjithë sabërli, kime më gjithë durimtar. Allah i kur e ka lavdru, do thot Ismaila e Zeram që ka thonë, wadhkur fil kitabi Ismail, innehu kana sadiq al-wa'di, wa kana rasulan nabiyya. Do thot kujtoje rastin, do thot e Ismailit alayhis salam. Ai ka qenë pejgamberi Allahut, edhe ka qenë për atyre që e ka marrë amanetin vend. Kana ya'muru ahlihi bis-salati waz-zakati. Dhe e ka urdhëruar familjen e vet me dhon zakatin edhe me fal namazin. Andaj baba i hajrit, baba i dobishëm, kur e shef që vladi ka defekt dhe problem s'po agjiron, atëherë këshillon. Kur e shef që vladi ka punë mirë në dyzen, edhe vjen fundi i vitit, e vladi nuk e jep zakatin e pasurisë vet, baba brengosët. Kur vjen koha e taravis, e vladi s'po prezanton me babun në xhami, baba brengosët. Unë i thom trive tonë, po flas trive, ata që i kanë baballartë në mosh, 70 e nalt, ose i kanë haxhi ose si kanë haxhi, nuk ka shumë rëndësi. Qeni të bindur me bo një ankesa, po që dishë me thonë, me bo një test, edhe me i marë këtë haxhi të lesh, në pyqje në atë kuptimin e fjallës, me ja bo një pyqje. Çfarë pyqje? Qka e llogarit respekt prej e vladit tonë? Çfarë respekti pret? A ma mirë me të apru një kërë hedije shtrejt, me të apru një parfym, apo ma mirë me po e vladin në saf, ose me ty, ose mas ty. Pasha Zotin e madhë, që një të bindur nuk ka krenari më të madhe për babën, për haxhien, se sa me po në taravia, djalin edhe vladin, është krenari. Deshtem apo nuk deshtem, jemi njerëz. Për e të arsye, gëzoje Zotin, gëzoje nanën, gëzoje babën, gëzoje ma ispare dhe vetën. Bone ka bull që mos më shku të Ramazani pa falë do një taravi. Bone ka bull që mos mi hup taravi pa ndo një arsye të justifikueshme. Pa diçka do thot që nuk ka, do thot vlerë më të madhe se sa çështja e namazit të taravis. Andaj ai i cili e ruan familjen e vet, e ndërton shtëpinë mbi devotshmëri, ai ka arrit atë çka Allahu ka kërkuar. Dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Ai i cili i madhron shenjat, argumentet e Allahut, ai ka arrit frikë respektin ndaj Zotit. E çka është madhrimi i Zotit në Ramazan? Me agjëru Ramazanin. Çka llogaritë madhrimi i Zotit në Ramazan? Me fal taravin. Se pas Ramazanit s'ka taravi. Nuk kena mundësi me utubu bashkë, me mbledh bashkë. Edhe zor është mi mbledh njerëzit i jashtë Ramazanit në një vend, qoftë edhe në xhami. Në Ramazan ndryshon gjendja, situata. Pasha Zotin e madh, edhe profesorët e dëshmojnë për shkolla, që njëri për tyre sot ma konfirmojnë që në gjimnaz nuk ka mbretëru pastërti ma madhe hoxhos sa Ramazan, që këtë Ramazan. Që një më ditë Ramazan, s'moj men 11 muj,
që ka qenë gjimnazi më i pastër se sa në Ramazan. Edhe thot s'moj men kohë që më shumë ti kanë agjeru trit dhe janë të vetëdijshëm se sa në Ramazan. Se zbret rahmeti Allahut më shumë. Zbret mëshira e Zotit. Njerëzit bëhen më të butë, më të kujdesshëm. Janë më të kujdesshëm çka flasin, si sillen, çfarë veprojnë. Dhe këtë kujdes në Ramazan që e kanë, nuk e kanë jashtë Ramazanit. Andaj jemi njerëz, mund të gabojmë, por Ramazani është një metodë që me rifullu edhe me eduku familjet tona në frymën e pastër islame, edhe me lon njerëz, do thotë të cilët pas neve agjërojnë Ramazan. A dini sa baba, sa gjyshi, sa haxhia vdes me dertën që djali s'm falet. Ka shku me qatë gjik në dunja. Shkon me gjik dunja që e vladi si e moj men, unë e sot unë i nga oqë. Ku ka thonën Allahu fe khalefe min ba'dihim khalfun e dhahu salata wa tabahu shahawat. Ata do thot kanar pas tyre fise, familje, të cilët do thot e kanë lënën namazin. Edhe këtë breng që ka pas pejgamberi sallallahu normalisht e përjetojnë njerëzit do thot në kohën e sotit. Allahu akbar, Allahu akbar. Edhe pse për dallim për Ramazanit e kalon me si vjet normalisht frekuentimi në xhami i xhamatit, edhe respekti i njerëzve për do thot këtë ibadet është më i theksuar se sa Ramazanet e tjerë. Normalisht besimtari do thot duhet me pas më i spari kuptohet turp nga Allahu azza wa jall. Për shembull, nëse në shtëpinë tonë nuk ka agjëron dikush Ramazanit, ti e ke për detyrë me këshillu. Po nëse nuk ka llaf që thot populli, nuk pajton, atëherë duhet me atërek vërejtjen edhe me thonë që duhet me ta turp nga Allahu azza wa jall. Nga se ka thonë pejgamberi sallam, o ju njerëz tuproni prej Zotit. Atëherë tha pejgamberi sallam, atëherë tha sahabët, ja Rasulullah, na turprohemi prej Zotit. Tha i dërguar Allahut, a dini çka është turpi i Zotit? Tha pejgamberi sallam, me rujt kokën edhe organet që janë te. Me rujt kokën, mendjen, se në kokë ka mendje, në kokë ka hund, në kokë ka sy, në kokë ka vesh, në kokë ka gjuhë, komplet pjesën. Me i rujt nga gjërat që Allahu nuk është i kënaqur me to. Pastaj me rujt barku nga gjërat e ndaluara, me kujtu vdekjen dhe normalisht ai i cili do thotë e kujton dhe e ka dert botën tjetër, ai kursehet nga fëmirat dhe lukset dhe komoditetet e kësaj bote. Andaj muslimani duhet maksimalisht me mundu që Ramazan, shtëpia e tij me qenë do thotë shtëpi e ndërtuar me devotshmëri, se funja fundit të gjithë jemi kujdestar dhe të gjithë do thotë kemi me dhënë përgjegjësi për Allahut azza wa jall për atë çka na ka lënë amanet Allahu subhanahu wa taala. Mos më bëu do thotë shtëpia muslimane shtëpi ku do thotë nuk madhrohet Zoti, ku i bëhet mëkat Allahut azza wa jall, se edhe pse nëse nuk është dakord, edhe pse ndoshta nuk din kur gjo, po një pjesë të mëkatit ka marrë edhe përgjegjësi i familjes. Ka thon poeti, shtëpitë e devotshme janë ato shtëpi që janë përmend të përmbushura me përmendjen e Allahut azza wa jall. Janë shtëpi të cilat shtëpi dhezin kandila të imanit, besimit. Nuk është qëllimi me dhez kandil apo qiri me bodrit, po qëllimi është me lexu Kur'an edhe me ndriçu shtëpinë, me ndriçu do thotë edhe vendin ku flen ti, vendin ku han buk ti, edhe vendin ku pushon trupi jot. Se fundit kjo shtëpi që është e përkohshme në këtë dunja ka mukonën ose xheneti jot botën tjetër, ose ka më qenë xhenemi jot, se pejgamberi ka thonën raporti jam me dunjan, do thotë është sikurse unë që jam këtë hije. Do thotë ju mul këtë hije me pushu, ka marrë koha që mu largu nga hija në fjalë. Allahu na mëson që të edukojmë anëtarët e familjes, Allahu na mëson që me jesu këtë islam e di muslimin, alhamdulillahi rabbil alamin.